Këto pamje i përkasin kanalit kryesor kullues, i cili prej ditësh po i nënshtrohet një procesi pastrimi nga kallamiqtet dhe mbeturinat e grumbulluara ndër vite. Për një gjatësi prej rreth 3 deri në 5 kilometra, kanali kishte pësuar bllokime të shumta, duke penguar rrjetën normale të ujit dhe duke vështirësuar vaditjen për fermerët e zonës. Falëndërhyrjes së Drejtorisë së Bordit të Kullimit dhe Kanaleve, puna për rehabilitimin e tij është drejt përfundimit. Autoritetet bëjnë me dije se me afrimin e sezonit veror, ky kanal do të jetë plotësisht funksional dhe i gatshëm për të përballuar nevojat e fermerëve. Kanali përshkon tokat bujqësore të 2 bashkive, asaj të Lushnjës dhe Divjakës, duke qenë një ndër arteriet kryesore të vaditjes për këtë zonë të rëndësishme bujqësore. Pas përfundimit të punimeve, pritet që fermerët të mos kenë më vështirësi në sigurimin e ujit për vaditjen e tokave të tyre. Ndërkohë, banorët e zonës e kanë mirëpritur këtë ndërhyrje duke e konsideruar si jetike për mbarvajtjen e sezonit bujqësor. Sipas tyre, mungesa e mirëmbajtjes ndër vite kishte sjellë probleme të vazhdueshme në furnizimin me ujë. Pastrimi i kanalit pritet të ndikojë drejt për drejt në rritjen e prodhimit bujqësor dhe përmirësimin e cilësisë së tij. Gjithashtu, kjo ndërhyrje ul rrezikun e përmbytjeve në rast rreshjes intensive. Autoritetet lokale bëjnë apel për mirëmbajtje të vazhdueshme dhe bashkëpunim me komunitetin për ruajtjen e këtij investimi.